Le të themi nga shkrimtarët lokal ose shkrimtarët shqiptar, një dikë me të cilin ke komunikim ose të kush që të mbështet, apo ndonjë artist në fushë të ndryshme. Përgjithësi kam mbështetje nga njerëz të ndryshëm, sidomos shqiptarë, domethënë nga Kosova, Shqipëria po e të njohur. Tani nuk dua t'i përmend emra se mund të harroj dikë dhe pastaj t'i ngelem borxh, kështu që përvoj nga ata e kam shumë dhe i falenderoj shumë, gjithë secilit prej tyre, madje edhe nga Maqedonia dhe ju falenderoj shumë. Domethënë, kështu që jam e hapur për ta dhe më kanë thënë në çfarëdo kohë që ke nevojë për ndihmën tonë, jemi këtu për ty. Dhe lloj mbështetje është vërtet ndihmë e madhe për dikë që po mund ti bëj hapa të mëdha pas karrierës. Le të flasim edhe për pjesën e aktiviteteve të shumta, mbrëmjeve poetike ose diçka që zhvillohet, ku ti merr pjesë apo ke marr pjesë në fundmi? Unë kam marr pjesë në për shumë mbrëmje poetike, brenda dhe jashtë vendit, së fundi ka qenë kjo në Suedi. Aty ka marrë pjesë si shkrimtarja vetëm nga Maqedonia dhe shqiptare padyshim isha unë aty nga Maqedonia po flas, ku kanë marrë pjesë 24 shtete, domethënë poet nga 24 shtete, 24 gjuhë dhe ka qenë një festival i jashtëzakonshëm, madje ne bëshim kështu shaka pak e quanim si Eurovisioni i letërsisë, ka qenë domethënë poet të ndryshëm nga shumë shtete të botës, edhe kemi kaluar jashtëzakonisht bukur, ka qenë një shfaqje shumë interesante sepse ne kemi bë me shqiptar. Domethënë nuk kemi bë me të huaj, për shembull anglez, suedez, izraelit, e shumë të sloven, kroate, ku diçka bosnjak, ajo ka qenë domethënë shumë e mirë dhe një eksperiencë shumë e bukur që s'mund ta harroj. Të krahasohesh me dikë është padyshim aty është interesante, por kur krahasohesh me dikë të huaj është edhe më mirë, bota të ndryshme, kultura të ndryshme. Aty është se ku gjendesh. Unë di se ke marrë edhe një çmim në këtë event në të cilin ishe pina u Artemigjenit. Po, ishte pina u Artemigjenit. A mund të na flasësh më shumë, se pari të përgëzoj, më vjen shumë mirë që dikush veçanërisht nga vendim merr këtë çmim. Faleminderit shumë. Po, ka qenë. Ky çmim që më dha mua faktikisht është ndar dy personaliteteve që kanë dhënë kontribut në sferën e prozës dhe në poezisë. Kam qenë unë shqiptare, domethënë Libera Emini nga Maqedonia Kumanova dhe ka qenë një suedeze nga Stockholmi, nuk më kujtohet tani emri, Ema ose Manuela, diçka kështu, ajo dhe unë kemi marrë këtë çmim. Mandje edhe janë ndarë dhe çmime të tjera, dhe mua ky çmim domethënë më ka respektuar dhe ka qenë një privilegj për mua padyshim, sepse ndoshta dhe isha më e re aty nga ata gjithë të tjerë dhe ndoshta ka pasur diçka që i kanë pëlqyer shkrimet e mia, edhe ta them të drejtën nuk e kam pritur kështu shumë realisht, sepse në vendin tonë gjithë kemi festivale të ndryshme ku e diçka, po vlerësimi nuk është shumë i drejtë për drejtë, këtë e dim të gjithë. Po, dhe kështu që kur e mbora aty, kur e dëgjova befas emrin tim aty në BIN, u impresionova normalisht dhe ishte kënaqësi për mua, edhe domethënë u gëzova shumë normalisht.